angazhim politik në parti, unë kam fillu mas jam kthy nga emigrimi. Por duke qenë një familje e persekutuar, ne në ditët e para të demokracisë, që në vitin 90, u bëm pjesë e lëvizjes, u bëm pjesë e përballjes me regjimin e atëhershëm. Unë, familja ime dhe të gjithë miqësi, shoqëri çfarë kishim, dhe është interesante në atë kohë se u bëshin ndodhshin zhvillime politike ke shkolla në infrashëri apo përballë postës, mlidheshin njerëzit pa u lajmëruar, mlidheshin njerëzit vetë. Është një punë që të bësh sot një takim të atyre përmasave që ndodhte atëherë, sot duhet punë shumë e madhe. Atëherë mlidheshin njerëzit, nuk e di, as telefona nuk kishim, as internet nuk kishim, e merrnin vesh që në filan orë do ndodhi gjëja dhe me vrap gjithë qyteti u bënte pjesë e aktivitetit. Shkova unë sepse e mendova që ishte momenti që ai kishte nevojë më shumë se kurrë për mbështetje. Dhe nga biseda që folëm, domethënë u mundu të më shpjegonte, domethënë situatën aktuale, mundu të shpjegonte pse kisha arrit të vinte domethënë momenti që të përjashtoj. Unë me thënë drejtën, për t'i heqë edhe sikletin e momentit, i thash doktor, na thuj çfarë duhet bëjmë, se këto janë gjona që ne i kemi ditë, ndoshta edhe ti i ke ditë, po s'ka gjë, më mirë vonë se kurrë, hajde t'i hymë se punë dhe t'ja dalim banë se kjo punë nuk shkon më kështu. U njoha pastaj me situatën në parti, pasi unë në atë kohë mbaja pozicionin e nënkryetarit partisë, u njoha që gjithë pjesa tjetër e partisë, Ferdinand Xhaferi ishte kryetar, Luanoti ishte sekretar, ishin edhe 3-4 nënkryetar tjerë, të gjithë ishin pjesë e leadershipit dhe kjo më bëri pastaj që me dashjen time apo pa dashjen time që unë mu të ngeli drejtimi i rithemelimit, që pasoj pastaj me gjithë proceset, domethënë e fillu me procesin e mbledhjes firmave për të mbledhur kuvendin e 11 dhjetorit, me mbani më stadiumin me 5.000 antarë atje që ngritën dorën dhe votuan statutin e 11 dhjetorit. Statut ky shumë i mirë në letër, me thënë drejtën, por jemi sot në 2026 dhe nëse doni të fillojmë të përmendim disa elementë të atij statuti që nuk u zbatuan ashtu siç duhet dhe jemi sot në këtë ditë për të diskutuar këtë që po diskutojmë sot. Patjetër që e din se atje nuk ndodh gjë po se diti zoti Berisha, ne merremi kot me firmtarët, po puna është që si ndjehem i zhgënjur shumë dhe i prerë mbes. I prerë mbes se çfarëdo që të kisha bërë unë, po marrim një moment që unë pas kam bërë një gabim, domethënë se nuk e di akoma çfarë gabimi kam bërë se nuk kam në kam 3 ditë që i kërkoj prova, domethënë për çfarë arritën të ndërmarrin këtë akt, nuk del njëri atje edhe të thotë që shiko se ke bërë këtë, apo siç më bën në aktin publik, le t'i bëjnë dhe provat publike, se s'ka gjë, domethënë i pranoj unë, nëse unë kam bërë diçka, do them po, e bëra, se edhe ma njohin dhe natyrën që unë nuk them jo. I zhgënjur totalisht nga gjithë kjo histori, edhe kështu privatisht mund të ma thonin diçka duke qenë se kemi pas raporte shumë të mira. Me çdo njeri atje kam pas raporte shumë të mira. Po patjetër më përderisa unë bëra aktin tim burrëror, në kohën kur Berisha ishte në ditën e vet më të keqe, unë prisja domethënë të paktën një reagim nga ana e doktor Berishës që se ne kemi pas marrëdhënie shumë të mirë. Unë u takoja edhe sa herë kam hyrë në zyrët atij, kam hyrë vetëm për punët e degës, për punët e mbarvajtjen e degës. Nuk kam hyrë kurrë në zyrën e tij për të kërkuar diçka personale. Ne kur e nisëm foltorën e 2021-shit, nuk mendohej kurrë, e kisha edhe ma kanë artikulu doktor Berisha personalisht që
e ke bërë diçka, domethënë, ke bërë diçka që ti zakonisht në politik njerëzit nisen nga interesat. Ai ishte një moment që s'kishte interesa në mes. Unë e bëra domethënë sepse ashtu e ndjeva, sepse ashtu mendova që duhej bër një lëvizje e tillë për ta bërë në fundit Partinë Demokratike të fortë, siç ka qenë dikur, dhe bëhemi forcë konkurruese për të fituar zgjedhjet. Se gjithë bim dakord ne që Edi Rama e ka mush kupën dhe duhet të iki, po puna është që s'po e bëjmë dot. S'po e largojmë dot Edi Ramën. Me Ervin Saliani unë kam pas marrëdhënie vetëm institucionale. Mund të ketë pas në një periudhë që edhe nuk kemi përshëndet fare kur jemi parë. Ervin Salianin për shkak të bashkimit që ishte shumë i rëndësishëm për të bashku partia, për shkak të ecurisë të mirë të partisë, e ktheu Doktor Berisha dhe leadershipi aktual e ktheu në Partinë Demokratike, sepse unë deri në atë moment nuk është se ndjeheja mirë ose e kisha pa zotin Saliani si një nga njerëzit që kishte qenë përballë njerëzve të foltores. Dhe duke qenë këtë pikë, nuk është se kam pas në një marrëdhënie të ngushtë. U bëra pjesë e foltores, se foltoret e Ervin Salianit nisën nga Durrësi. U bëra pjesë e foltoreve të Ervin Salianit pas një takimi që pata kokë në kokë me zotin Saliani. Dhe në takim arsyetoi bindshëm që partia nuk ishte në rrugën e duhur. Dhe këto nuk është se nuk e kisha konstatu vetë, se kishin qenë një sër proceses qoftë lokale, qoftë në qendër, që me thonë drejtën nuk u ndjenin, po nuk është se na pëlqenin. Pak më parë përmenda statutin e 11 dhjetorit. Në statutin e 11 dhjetorit, që është kushtetuta e partisë, u premtua dhe u shkruajt që do jetë ecuria e partisë do jetë mbi bazë kontributesh, mbi bazë meritash. Meritat do i vlerësohen antarësia, edhe u premtuan primaret. U premtua që do ketë fraksione, do lejohen fraksionet. Sot që po flasim, domethënë, jo që s'bëhet fjalë që të lejohen fraksionet, po mbytet zëri i secilit që po del, domethënë, sot është zoti Saliani që ka dalë, po mund dalin dhe të tjerë, dalin dhe armiq të tjerë mbrapa, kupton, po nuk është çështje emrash kjo punë. U premtuan gjitha këto. Un kam rezervat e mia për mënyrën se si u zhvilluan primaret. Kur ne themi që do vlerësoj antarësia. Në momentet e fundit na vjen lista e antarëve të partisë që kishin drejt vote, na vjen me 4000 njerëz të shtuar. Tani un si ish drejtues partie, kur lej një listë, po themi me 7000 veta, dhe ti më sjell një listë me 11000 veta, unë do ndjehem keq, sepse unë jam njëri që futem primare për të garu, po garoj me antarët e Partisë Demokratike, janë antarët ato që na mbështesin, na dinë, na vlerësojnë dhe na njohin. Nuk janë gjithë fasonëritë e Durrësit që ishin shtuar me 4000 njerëz aty. Dhe natyrisht që unë prap, pavarësisht kësaj, nuk është se dola keq ke primaret, nëse do ishte zbatu ajo që u tha, që primaret do vendosin, unë do isha prap pjesë e listës mbyllur. Por një arsye, po themi, mund të listojmë këtu shumë gjëra në mënyrë organizimi që çedonte aty në atë parti, po gjithsesi për mos më u bë gjithmonë njeriu që ngren zërin në çdo moment për çdo gjë që ndodh, mbylla gojën edhe ndënja dhe prita të shoh se ç'po ndodh, se si do shkoj puna. Unë kam shifra këtu që tregojnë që neve hymë në zgjedhjet e 2023 për bashkinë me siglën e PL-s, nuk na u leju që ne të futemi në zgjedhje me siglën e Partisë Demokratike, dhe rezultati i atërshëm me siglën e PL-s është më i mirë se sa rezultati i 2025-s në Durrës. Kam shifrat e 2021-shit si Parti Demokratike. Ja, jemi me PS-n 9815 vota
më pak. Bashkë me Alacën atë kohë ishte edhe partia LSI-a në lojë, jemi 2660 diferenca, 2021-shin. Në 2023-shin diferenca është 9000 PSPD, 2 kandidat, është 9723, është rujt rezultati i 2021-shit paka shumë, 9800, 9700. Vim 2025-ën, 2025 është 15973 diferenca mes PS-s dhe PD-s, 16000 vota, dhe kjo vjen pasi ne i kishim sugjeru doktor Berishës në lidhje me drejtuesin politik, se si do të ishte profili i drejtuesit politik, në lidhje me se si do të ishte organizimi i partisë në Durrës. Natyrisht doktor Berisha ka eksperiencën e vet, po edhe ne kemi tonën në lidhje me qytetin. Dhe nuk u bë asgjë nga këto çfarë ne sugjeruam. U bë komplet e kundërta e asaj gjës. Dhe natyrisht me fjalë ti rrinë pret dhe thuar e kanë seriozisht duan me fitua apo si është puna. Unë jam kontakt gjithkohës me njerëzit, pavarësisht funksioneve të partisë. Jam kontakt gjithkohës me anëtarët e partisë, edhe për faktin që për natyrë unë kam lidhje edhe miqësi me njerëzit. Domethënë i gjindem në momentet që kam vështirësi dhe anasjelltash, edhe unë kur kam nevojë më gjinden ato njerëz. Dhe unë mendoj që jemi në kuota shumë të ulta në lidhje me besimin. Dhe kjo nuk vjen për shkak të performancës lokale. Kjo vjen për shkak të performancës leadershipit, për mënyrën se si po drejtohet atje lart, për mënyrën e arrogancës se si po përdoret. Kjo ka lidhje edhe me këtë vendimin që e fundit që më prek mua dhe kolegun tim Arlind Boshku. Jemi mundu shumë atje në qoftë unë, qoftë kolegët e mi, që ne të ngrejmë strukturat shëndosha dhe nuk ka qenë një punë e lehtë për të ngrejtë strukturat e Partisë Demokratike, sidomos pas zhvillimeve, ndarjeve edhe problemeve të brendshme. Por dhe domethënë mas një pune shumë të madhe për këtë punë, dëgjojmë tani vetëm përjashtime apo arrogancë. Nuk ka vetëm përjashtime me shkresë, si kjo jona. Ka edhe përjashtime kështu me gojë. Këto ditë që ndodhi kjo, pata një telefonat nga ish drejtuesi i foltores Shkodrës, Arben Lusha. Tha, mu më kam përjashtu me koma, tha. Unë që kur dola ke foltore Saliani, tha. Unë më kanë komuniku, ti nuk do marrësh pjesë as në gara, as nuk je më antar i Partisë Demokratike, se ti ke dalë me foltoren Salianit. Po troç fare. Paktën nga telefonata që pata me të, unë atë s'kam pas njoftjet më parshme, me thënë drejtën, po në këtë periudhë, ndërmjet këto 2 ditët që ka ndodhur kjo gjë, kam pas telefonata të pa imagjinueshme nga njerëz që nuk e imagjinoja që mund të merreshin dhe solidarizoheshin me mua, domethënë me këtë që ka ndodhur. Demokrat, qytetar që me thon drejtën edhe në Facebook, në Messenger më kanë marrë në telefon, më kanë thonë, "Ore, edhe me ty e bën këta." Domethënë se kam shumë vite aty dhe jam identifikuar si njeri që istikam i Partisë Demokratike. Dhe të vi kjo ditë edhe me ty, thotë, to kanë lujt mensh. Po ta them domethënë në zhargon se si ndjehen njerëzit. S'ma ka marrë mendja me njerëz që jam taku vetëm një herë ose s'jam taku asnjëherë. Qytetar të Durrësit. Do t'i shoh në vazhdim zhvillimet se si çfarë do ndërmarrin, çfarë shpjegimesh do m'japin. Nuk kam deklaruar në media të tjera që nuk pranoj të m'japin shpjegime kokë në kokë, se kjo punë u bë kështu, domethënë, duhet patjetër të bëhen publike gjërat që unë të më shkoj dinjitetin në vend.